Djali 10 vjeçar nga Korça, Salvador Pino, o spikat me talentin e tij në sportin e takondus, duke arritur rezultate të rëndësishme në kompeticione brenda dhe jashtë Shqipërisë. Së fundmi ai mori pjesë në një konkurs ndërkombëtar të zhvilluar në Gjenova të Italisë, ku u rendit në vendin e dytë me sportistëve të rinj nga vende të ndryshme. Konkursi i fundit që mora pjesë ishte në Itali, mora 2 vende të dyta dhe 1 vend të tretë. Si ishte gara, ishte e vështirë? Po, pak e vështirë. Si është për ty të marrësh gjithë ato çmime? Ndjehem shumë mirë. Pasioni për takondun nisi që në moshën 5 vjeçare, i frymëzuar nga daja i tij, i cili gjithashtu merrej me këtë sport. Prej vitesh ai stërvitet në Korçë në drejtimin e trajnerit Dorian Potka, duke treguar për kushtim dhe disiplinë në çdo garë. Kam nisur që në moshën 5 vjeç, në fillim dukesh e vështirë kur trajnohesha, po tash më duket më e lehtë. Sa herë në javë stërvitesh? 3. Të hënë edhe të mërkur ne stërvitemi, kurse të premte bëjmë dhe luftime. Kush të ka shtyrë që të zgjedhësh këtë sport dhe jo një sport tjetër? Më ka shtyrë mami, po kam parë edhe dajën tim, kam parë edhe në për filma dhe kam patur qejf. Kush është gjithmonë me ty në çdo garë ku ti shkon, në çdo qytet? Po, babi gjithmonë më shoqëron kudo që shkoj. Pavarësisht moshës së vogël, Salvador ka marrë pjesë në shumë kompeticione kombëtare ku ka fituar disa çmime të para. Vetëm para rreth një muaji në një aktivitet sportiv të zhvilluar në Vlorë, ai arriti të fitojë vendin e parë dhe kupën e turneut. Suksese të tjera ka shënuar edhe në garat organizuara në Tiranë. Arritjet e tij po vlerësohen si një premtim i madh për të ardhmen e sportit të takondus, ndërsa familja dhe trajnerët shprehen krenar për rezultatet dhe përfaqësimin dinjitos të Korçës në arenën sportive. Mora në Vlorë.